kënd i diasporës. Ky është podcasti i dytë i kësaj serie mini podcastesh ku ne prezantojmë kandidatët tanë nga diaspora. Sot unë do të jem me Mal Braçin, i cili është një nga aktivistët më të hershëm të ish organizatës politike, por edhe të lëvizjes bashkë. Me Malin do flasim për rrugtimin e tij personal, por edhe për perspektivën e Malit në Gjermani. Mali është larguar prej disa vitesh në Gjermani, është një student i cili ka studiuar në Shqipëri, por vështirësitë ekonomike dhe mungesa e perspektivës dhe sigurisht e një pune të mirë e ka larguar drejt Gjermanisë, ashtu siç ka larguar mira shqiptar, student, por jo vetëm. Mali, për ata që nuk njohin, sepse ne njihemi prej kohësh, mund ta bësh një prezantim të shkurtër, kush është Mali, nga vjen dhe ku do të shkojë? Përshëndetje Alban, faleminderit për ftesën në këtë bashkëbisedim. Atëherë unë kam kryer shkollën 9 vjeçare në fshatin tim të lindjes, kam lindur në vitin 2002. Normalisht shumë njerëz do mendojnë që një student kaq i ri në aktualitetin politik shqiptar është shumë e vështirë që të angazhohet e tjera me radhë, por gjatë pas mbarimit shkollës time 9 vjeçare kam ardhur në Tiranë dhe kam vazhduar një shkollë profesionale ekonomike, e cila supozohet që pas mbarimit saj të siguronte një vend pune, por duke patur parasysh aktualitetin në Shqipëri, do duhet që të vazhdosh akoma studime dhe më tej. Gjithsesi do doja ta lidhja pak pjesën se si unë jam njohur me ish organizatën politike dhe sot lëvizjen bashk. Kanë qenë vitet e mia të para në Tiranë ku kam qenë kurioz për gjithçka dhe kam rastisur të shoh protesta dhe organizime të lëvizjes bashk, atëherë të ashtu quajtur organizata politike, dhe në fakt më ka bërë përshtypje mënyra se si organizoheshin protestat dhe çdo organizim që ato vonin asaj kohe. Dhe nga kurioziteti kam dashur të bëhem pjesë, të jem antar dhe ta kuptoj më mirë se si vërtet strukturohen, sepse ishte krijuar ideja që partitë politike në Shqipëri drejtohen nga lider, çdo vendim merret nga lideri, dhe duke bërë pjesë e lëvizjes bashk kam arritur të kuptoj edhe shumë problematika që ne i hasim sot në përditshmëri. Siç e thash, kam vazhduar shkollën profesionale ekonomike për 4 vite, i profilizuar në profilin e sigurimeve. Më pas, duke qenë se isha edhe i angazhuar politikisht edhe në çështjet studentore, edhe pse ende gjimnazist isha mjaft i përfshirë, vendosa që të studioja për filozofi, sepse më pëlqente që të studioja edhe të kisha akoma një mendim kritik të përforcuar. Pas kësaj jam detyruar, duke qenë se kushtet pas pandemisë u bën akoma dhe më të vështira, jam detyruar të emigroj në Gjermani, ku duke nisur punë nga më të ndryshmet, duke nisur që nga kamarier edhe deri tek ndërtimi apo punë të tjera të kësaj lloj natyre. Sigurisht për mua do ishte vërtet kënaqësi që të punoja dhe të kontribuoja në vendin tim, madje pikërisht jam sot këtu sepse kjo është dëshira ime, që unë të rikthehem dhe të punoj të kontribuoj për vendin tim. Secili vend është bërë dhe ka arritur aty ku është si pasojë e kontributit njerëzve të thjeshtë dhe të punës. Mali, unë mbaj mend ti ka ardhur 16 vjeç. Domethënë je bashkuar organizatës politike dhe lëvizjes për universitetin, që po organizonte protestat e vitit 2018. Besoj 2018 ka qenë momenti që ti je bashkuar, je afruar dhe në le të themi je bërë pjesë e rrugtimit ton. Tani për mendimin tim ti je rasti më tipik i humbjes që po pëson Shqipëria ditë për ditë. Domethënë i riu i cili është plot pasion që do të bëj, të angazhohet në shoqëri, që do të studioj, do të eksploroj, do të ndryshoj gjërat,
por që detyrohet nga kushtet e vështira ekonomike, nga mungesa e një pune dhe mbi gjitha një perspektive për të ardhmen që largohet në Gjermani. Unë jam i sigurt që Gjermania është plot, unë jam nga njerëzit që kam jetuar 10 vjet në Gjermani edhe më ka rastisur të takoj pafund shqiptar e pafund student cilët kanë braktisur studimet edhe kanë ardhur në Gjermani dhe punojnë kamarier, punojnë në ndërtim e punojnë në industrinë e gastronomisë, kryesisht në restorante si kamarier ose si ndihmës kuzhinier. Këta janë pune të, le të themi, më të rëndomta që bëjnë shqiptarët. Pra ka një mospërputhje shumë të madhe rreth në krahasim me atë që ti ke imagjinuar se do ishte, domethënë jeta jote, pra do studioje, do përgatiteshe dhe do kontribuoje në Shqipëri. Ndërkohë që ti e gjen veten 20 e ca vjeç tani në Gjermani duke punuar për dikë tjetër dhe duke krijuar vlerë aty. Megjithatë unë mendoj që je shembulli tipik dhe ndjen një frymëzim, besoj unë, për gjithë bashkëmoshatarët kudo ku ndodhen, në çdo vend ku ndodhen, sepse je njeriu që pavarësisht se je larguar, pra fizikisht ndodhesh në Gjermani prej disa vitesh, po punon atje, je shpirtërisht dhe me mendje këtu. Pra i ndjek ngjarjet, e ndjek zhvillimet politike, je në sinkron me atë që ndodh këtu dhe je dhe pjesë e listës tonë, ti do të kandidosh në qarkun e Durrësit, do të bësh fushat në Durrës, do të vish të angazhohesh nga Gjermania. Ky është rasti i njëjtë edhe me kandidatët e tjerë, pra do vinë të angazhohen këtu, do japin maksimumin dhe pastaj do kthehen atje. Çfarë do doje që të ndryshonte në Shqipëri që ti të mendoje të riktheheshe, sepse unë kam bërë në propozimet e mia, për shembull në program për diasporën, unë kam menduar një pikë që është rikthimi i rinisë. Sigurisht që është një lloj ambicie shumë e madhe që ne të rikthejmë gjithë të rinj që i kemi larguar ose që janë larguar nga Shqipëria, ama unë mendoj që potenciali më të madh ne po e humbasim, po e largojmë si më thënë nga Shqipëria dhe aty duhet të vendosim theksin më të madh. Si ta bëjmë prapë Shqipërinë atraktive për të rinj që janë larguar, që të kthehen tani, jo kur dalin në pension. Në fakt, unë shoh çdo ditë jetës time si një seminar dhe si një leksion të mirë se si njeriu duhet funksionojë dhe marr mësime në fakt çdo ditë. Edhe duhet bazohem në fakt te eksperjenca që kam gjatë kohës që kam emigruar në Gjermani, edhe shoh mënyrën se si funksionon shteti gjerman edhe se si të rinj gjerman studiojnë edhe gjejnë vende pune aq lehtësisht. Gjermania është një vend akoma shumë herë më i madh se Shqipëria dhe i ka kriju strukturat në atë mënyrë që direkt pas studimesh ti të kesh të drejtën të gjesh një vend pune direkt. Por edhe Shqipëria i ka mundësit po ashtu si Gjermania që të krijojë vende pune po njësoj. Marrim shembull konkret rastin tim, që kam studiuar 4 vite për ekonomi, ndërkohë që pas këtij studimi supozohet që një student të i gatshëm dhe të përballet me tregun e punës dhe të jetë në gjendje që të gjejë një punë në vendin e tij. Kjo në fakt është ajo që çalon në sistemin shqiptar, pasi domethënë i orientojnë të rinjt në drejtime që as vet sistemi dhe ata që e formulojnë nuk dinë se ku janë duke i orientuar. Shqipëria mund të ketë nevojë për inxhinier, ndërkohë që shqiptarët të rinjt vazhdojnë studiojnë për infermieri. Pse? Sepse nuk i është dhënë si mundësi që të studiojnë e të punojnë në Shqipëri, por shohin mënyrën e largimit në mënyrë sa më profesionale, le të themi. E kjo është edhe dallimi që bëhet midis Shqipërisë, studentëve shqiptar dhe atyre gjerman, ku secili student që profilizohet në një profil caktuar në studimet e tij në Gjermani, e ka të garantuar vendin e tij të punës. E kjo në fakt do ishte ajo që në Shqipëri duhet bëj. Duhet matet si fillim se për çfarë lloj punëtorësh ne kemi nevojë. E pastaj në bazë të njohurive dhe në bazë të kapaciteteve të studentëve kjo mund bëhet edhe me teste caktuara që i bëhet gjimnazistëve apo të rinjve, se çfarë lloj profilesh ata duhet ndjekin. Kjo sigurisht kërkon kohë, mund edhe përkushtim nga Ministria e Arsimit, por siç duket deri tani nuk kanë patur si prioritet këtë gjë.
Unë fakt do doja të kaloja pak edhe tek pjesa kur unë kam qenë gjimnazist dhe pastaj do doja të nisja universitetin. E kemi trajtuar dhe vija re që Ministria e Arsimit dhe gjithë kurrikula që këto kanë ngritur kishe si projekt sajin që studentët të drejtoheshin në universitetet private, duke nisur që nga reklamimi i universiteteve private në për gjimnaze, e deri tek mundësit që ato t'jepin tek kurrikula që ato këshën ngritur, pavarësisht mesatarës që ti kishe, pavarësisht rezultateve të ndryshme, të parat ato që të hapshin me dritë jeshile ishin universitetet private. E kjo në fakt është ajo që kanë ngritur deri më sot në sistemin arsimor shqiptar. Mali e kemi pas kritikuar historikisht, domethënë, ta është të quajtur në reformë në arsim, që prej 2012-s në fakt, atëherë ne paralajmëronim ose le të themi parashikonim vërtet efektet e kësaj reforme, pavarësisht se nuk ishte implementuar, ne vazhdimisht thonim që kjo do të çojë në komercializimin e universitetit, në degradimin praktikisht, dhe do të na sjellë një situatë ku sot askush nuk ka besim te shkolla. Problemi më i madh është se ka rënë komplet besimi te shkolla. Pra një i ri sot nuk motivohet të studiojë, sepse ai sheh bashkëmoshatarët e tij, edhe sheh modelin që po krijohet dhe thot, unë nuk jam vlen që unë studioj dhe të mbas vite tëra për të shkuar në fund fare dhe për të punuar kamarier ose për të punuar në ndërtim në emigracion, sepse këtu sigurisht nuk ka perspektivë dhe kjo është sigurisht është faji i mungesës politikave dhe sinkronizimit të universitetit me tregun e punës. Pra, si fillim, unë mendoj që nuk është e nevojshme që të shkojnë gjithë universitet. Ti besoj e ke parë në Gjermani, është një lloj diçka që quhet Ausbildung, që do thotë se shumica e njerëzve aty përfundojnë, pra duke marrë një profesion si fillim. Dhe më pas të tjerë nëse dëshirojnë vërtet mund shkojnë në universitet. Pra besoj se gabimi i parë është ky që ne mendojmë se universiteti do të përgatisë profesionistët për tregun e punës. Ndërkohë që harrojmë që në fakt profesionistët përgatiten kryesisht nga shkolla profesionale. Pra nuk kemi fare domethënë një lloj vizioni se si mund të zhvillojmë shkolla profesionale që t'u japin trinjve vërtet një zanat dhe një profesion, dhe më pas sigurisht për ata që do duan të ndjekin më shumë studimet dhe të avancojnë në studimet e tyre, dhe këtu përfshihen shumë deri, pastaj si mjekësia, infermieria e inxhinieria, gjithçka tjetër, të mund të studiojnë. Mirë po, për ta bërë këtë sigurisht që kërkon që të ndryshojmë edhe sistemin. Kërkon që të subvencionojmë studimet e njerëzve, pra që t'u japim bursa, që t'jetojnë kushte më të mira. Ne kur kritikonim reformën në arsimin e lartë, ne këtë e fillonim nga studenti dhe thonim që studentët po jetojnë, sepse janë pjesë e shoqërisë dhe po jetojnë në kushte shumë vështira. Pra nëse ti ke 1001 halle, se si do të paguash qiran, se si do të ushqehesh, se si do të paguash librat e gjitha me radhë, atëherë ti nuk ke më qetësinë e nevojshme për të qenë student. Unë kam patur fatin që të studioj në Gjermani. Të mos jem thjesht emigrant, por edhe të studioj atje. Kam marrë bursën nga shkolla dhe kisha një qetësi maksimale për të menduar vetëm për studimet. Besoj është fatkeqësia më e madhe që studentët shqiptar, të rinë shqiptar, kur nuk në masën më të madhe nuk e kanë përjetuar të qenit student. Pra nuk e kanë jetuar jetën universitare. Edhe ky është nga problemet më të mëdha. Unë do doja që të kalonim edhe te një pikë tjetër, e cila është le të themi roli i diasporës, sepse ne po flasim edhe për diasporën, roli i diasporës në përgatitjen e them ose në ndihmën për përgatitjen e profesionistëve të rinj në Shqipëri. Ashtu siç unë e konceptoj, ka shumë njerëz kudo në diasporë, të cilët janë të arrirë në profesionet e veta, punojnë për kompani shumë të famshme, le të themi, për kompani të njohura, dhe unë besoj që do mund të jetë një kontribut jashtëzakonshëm në përgatitjen e profesionistëve të rinj këtu në Shqipëri. Po jo për t'i marrë atje, po thjesht për t'i rritur profesionalisht nga atje. Pra e kam fjalën për njerëz që punojnë në industrinë e informacionit, për IT, inxhinierë softwaresh e gjitha me radhë, që unë besoj që do të jetë ardhmë në fund fare. Ne duam në programin e lëvizjes bashkë është një pikë që diaspora vërtet ta luajë këtë rol, që profesionistët shqiptar kudo nëpër botë të lidhen me njëri tjetrin dhe të ndihmojnë brezin e ri në Shqipëri që po lind, që t'ju hapin le të themi rrugë dhe mundësi dhe perspektiva të reja, që ata të përgatiten dhe të punojnë nga këtu për një kompani diku tjetër. Po në fakt këtë drejt janë me mira profesionistë të cilët punojnë dhe kontribojnë për një shtet
të huaj si në Gjermani apo në vende ndryshme të Europës, ndërkohë që mund të kontribonin për vendin tonë dhe mund të jepnin vërtet një produkt të vyer për vendin. Por siç e tham edhe më herët, vendi jon fatkeqësisht deri më sot nuk i ka ofruar këtyre të rinjve asnjë lloj mundësie për të zhvilluar edhe për të punuar profesionalisht. Mali, do të kaloj te një pyetje shumë, domethënë shumë e thjeshtë në kuptimin dikush që po të sheh nga këtu, dikush që është mosha jote, një i ri, që po mendon opsionin për të larguar nga Shqipëria, dhe ndoshta për shkak për të larguar dhe për të emigruar në Gjermani. Si është jeta në Gjermani? Si është rutina jote, përditshmëria jote, jeta jote në fund fare në Gjermani? Sepse ti ke jetuar pjesën më të madhe të jetës këtu dhe pastaj është vendosur. Mund t'ja shpjegosh dikujt një të riu këtu se si do ishte jeta atij nëse ai do emigronte? Të qenurit emigrant është realisht është si thuash një rilindje, të lindësh për herë dytë. Do duhet si fillim të nisësh edhe të mësosh një gjuhë nga e para. Do duhet të integrohesh në atë shoqëri, do duhet që ti të mundohesh edhe të gjesh diçka në profesionin tënd. Ama kur ti shkon si student në Gjermani kryesisht, mendoj se disa gjëra i ke më të lehta edhe mund të arrish që të përfundosh dhe të realizosh studimet ashtu siç duhet. Ajo që ne nuk duhet harrojmë është se çdo shtet, ashtu si Gjermania e shumë shtete tjera, është bërë kryesisht nga vendasit, nga mendimi vendas. Edhe këtë duhet ta ngulisim fort edhe në mendjen e gjithë secilit prej nesh, që ne mund ta bëjmë vendin ton vetëm duke kontribuar e punuar ne, se nëse nuk punojmë ne, nuk ka për ta bërë kush tjetër. Nuk duhet presim nga duart e dikujt tjetër për të bërë vendin ton. Të jesh në Gjermani është vërtet e vështirë, do duhet i kohë gjatë për të integruar në shoqëri. Unë kam rreth 2 vite atje dhe pavarësisht se kam patur kontakte gjatë gjithë kohës me individ gjerman, jam ende në dilemën që edhe sa gjatë do duhet që unë të integrohem plotësisht në këtë shoqëri. Në fakt është e vështirë se sado i integruar t'jesh, si vendi jot nuk ka. Siç e thonë edhe gjermanët, Heimat ist Heimat. Vendlindja është vendlindje. Mali, ti praktikisht i ke ndërprerë studimet për të larguar dhe për të punuar në Gjermani, ke filluar të punosh në gastronomi, në restorante, në ndërtim, po bën çdo lloj pune, sepse çdo emigrant bën çdo lloj pune aty poshtë. Fillon dhe futet në tregun e punës, dhe tregu i punës është shumë i larmishëm në kuptimin e kësaj që të bësh punën nga më të rëndëmta, derisa besoj unë do arrish pastaj pas shumë vitësh, mendoj unë që do arrish ta krijosh një bazë në Gjermani, por do duhet të kaloj pak një dekadë nga ajo që unë kam parë nga eksperjenca ime. Gjithsesi, kush është kjo eksperjenca e përditshme? Kush janë domethënë ato reflektimet që ke ti kur sheh domethënë rolin e shqiptarëve në atë zinxhirin e punës, le të themi, aty në Gjermani? Si duket? Çfarë punësh bëjnë shqiptarët kryesisht? Çfarë roli kanë shqiptarët në përveç këtyre që punojnë, le të themi, sigurisht kudo në çdo institucion, se shqiptarët punojnë kudo, i ke edhe në administratë, i ke edhe në banka, i ke kudo, në varësi të kohës e emigrimit. Ama emigrantët që po vinë këto vitet e fundit, se unë ka gati 2-3 vjet që janë larguar nga Gjermania. Si duket, çfarë roli kanë aty? Çfarë punësh po bëjnë? Edhe vështirësitë me të cilat përballen. Atëherë unë njoh shumë shqiptar dhe bashkëkombës tanë që jetojnë në Gjermani dhe kam vënë re se mënyra dhe forma më e shkurtër se si ata mund të gjejnë një vend pune në Gjermani është që të gjejnë një nga punët më të rëndëmta, siç e the ti, kamarier ose ndërtim, duke qenë se nuk janë edhe të integruar në shoqërinë gjermane. Edhe përpasoj do duhet punojnë edhe për pronar shqiptar, të cilët normalisht do duhet që të nxjerrin fitimet e tyre në masën më maksimale. E kjo është fatkeqësia më e madhe për emigrantët shqiptar në Gjermani dhe jo vetëm,
që do duhet hasin edhe të kalojnë këto përpërci deri në momentin sa ata nëse do munden të arrijnë të integrohen në këtë lloj shoqërie. Por nëse një fillim vërtet kaq i vështirë do zgjasi, ata do ngelen po në atë lloj stadi dhe do iki gjithë motivi në atë lloj profesioni apo në dëshirat e tyre për të zhvilluar në një profesion të caktuar. Prandaj kam vënë re shumë student apo të rinj të cilët kanë nisur një punë edhe disi janë stepur në atë lloj comfort zone deri në atë lloj pikë sa e kanë anashkaluar profesionin e tyre dhe thjesht bëjnë punën që i është paracaktuar. Në programin tonë, në programin e Lëvizjes Bashkë për Diasporën, kemi një pikë ku parashikojmë ngritjen e një lloj agjencie ose strukture pranë ambasadave shqiptare, e cilat do monitorojnë, le të themi, kushtet në të cilat punojnë shqiptarët. Pra si në Gjermani, në Itali e kudo tjetër, për të garantuar që nuk po diskriminohen dhe nuk po trajtohen në mënyrë çnjerëzore. Ka pafund raste për shembull të aksidenteve në punë. Para disa muajsh ishin 3 shqiptarë që vdiqën, domethënë ranë nga skela në Hamburg. Prapë në Hamburg ishte një rast një shqiptari që thonë se vrau veten pasi pronari nuk e paguante. Pafundësisht aksidente pune në Greqi, në Itali e kudo tjetër. Dhe kjo vjen për shkak se shteti shqiptar, institucionet e shtetit shqiptar nuk kanë krijuar absolutisht asnjë lloj strukture dhe asnjë lloj, le të themi, mekanizmi se si të kontrollojë, përveç se kontrollit që bëjnë zyrat, le të themi, të shtetit pritës, pra shtetit gjerman ose italian, nuk ka absolutisht asnjë lloj mekanizmi që kontrollon, monitoron dhe garanton që shqiptarët po jetojnë, po punojnë dhe po trajtohen si punëtor me dignitet. Mos harrojmë se mijëra shqiptar largohen çdo vit dhe shumica prej tyre janë njerëz që punojnë pa dokumenta, kryesisht në industrinë e ndërtimit dhe të gastronomisë. Të punosh pa dokumenta do thotë mos kesh praktikisht as sigurime shoqërore, as sigurimet pensionit, e mbi gjitha të nënpaguhesh. Ne kemi parashikuar, siç e thash, një lloj ngritje, një lloj agjencie që cila bashkëpunon me institucionet vendase dhe garanton që shqiptarët ju respektojnë të drejtat. Është prandaj detyra jonë që ne ta përhapim sa më shumë këtë, le të themi, këtë ide, por edhe mbi gjitha të luajmë një rol në ndërgjegjësimin e njerëzve, se sa e rëndësishme është që të kërkojnë të drejtat e tyre edhe në Gjermani, sepse ne harrojmë duke patur një vend ku nuk respektohen drejt, duke jetuar në një vend si në Shqipëri, ku nuk respektohen të drejtat e punëtorëve, ne e marrim për të mirëqenë se nëse largohemi dhe jemi në Gjermani, edhe atje nuk do flasim, edhe atje do të ulim zërin, edhe atje nuk do i kërkojmë drejtat tona, ndërkohë që harrojmë se në fund fare po jetojmë në një vend ku drejtat duhet fitohen, si në Shqipëri si kudo tjetër. Ti, domethënë, personalisht ke pasur ndonjë rast të tillë, për shembull mjedise në ambjente pune ku ke punuar, sepse unë e di shumë mirë se si është realiteti dhe mjediset e punës ku punojnë shqiptar pa dokumenta. Kryesisht, sidomos në fillim të punës, për shembull, besoj ato muajt e parë ka qenë shumë e vështirë për ty, se të është dashur të negociosh dhe të bësh kompromis me çdo lloj njeriu, thjesht vetëm për të mbajtur vendin e punës. Nga eksperienca që ke, është e ndjeshme ky diskriminimi që ekziston për shqiptarët pa letra kryesisht dhe pastaj për shqiptarët të cilët nuk e dinë gjuhën. Kjo ide në fakt është një nga gjërat më domosdoshme për shqiptarët emigrantë të Gjermanisë, pasi, siç e thash edhe më herët, shumica prej tyre janë detyruar të punojnë punë nga më të ndryshmet dhe nga më të rëndomtat. Edhe sigurisht që do i duhet që të punojnë fort për të arritur atje ku duhet. Dhe në fakt kjo ndërlidhja me këtë lloj grupimi, me këtë lloj ideje që ti sot propozon, është në fakt një nga mënyrat më të mira. Pasi do i bëj ata të ndihen akoma më të sigurt edhe të zhvillohen edhe të krijojnë atë hapësirën e vet atje ku e meritojnë. Por në fakt kjo kërkon vërtet një përkushtim të madh. Unë gjatë kohës qëndrimit në Gjermani normalisht që kam hasur situata nga më të ndryshmet, por dua të theksoj që mendoj se ka shumë më keq edhe nuk do doja që të dilja dhe të thoja vërtet se çfarë unë kam kaluar atje, pasi mendoj se ka me qindra shqiptarë që sot nuk kanë një dyshek ku të flejnë, edhe flejnë ende për tokë edhe në kushte vërtet mjerueshme. E në fakt, ky duhet jetë zëri jonë
dhe ajo për çfarë ne duhet flasim gjatë gjithë kohës për emigrantët shqiptarë në Gjermani apo në shumë vende tjera që punojnë kushte të mjerueshme. Siç e kemi trajtuar gjithmonë, për ne çështja punëtore është shumë e rëndësishme, edhe besoj duhet të jetë e rëndësishme jo vetëm në Shqipëri, por edhe për punëtorët dhe bashkëkombësit tanë që punojnë në vendet ndryshme të Europës, pasi edhe ata janë punëtorë, edhe ata po shfrytëzohen në kushtet ndryshme dhe ne duhet jemi zëri i tyre për ta. Dhe jo më kot jemi përfaqësues nga diaspora që për të ngritur zërin dhe për të folur për problematikat e tyre dhe se si ne mund t'i sjellim ata në Shqipëri dhe cilat do jetë propozimi ynë që ata të binden dhe të rikthehen në vendlindje. Mali, ti je kandidat për qarkun e Durrësit. Edhe Durrësi, si shumica e qyteteve në Shqipëri, vuajnë pasojat e braktisjes dhe degradimit urban. Ti si njëri nga Gjermania që do të kandidosh për Durrësin, si do t'ju drejtohesh le të themi minimalisht si fillim 25.000 qytetarëve nga diaspora që do të votojnë brenda qarkut Durrësit, që mund të jetojnë në vende nga më të ndryshme dhe më pas sigurisht edhe banorëve të Durrësit, pra qytetarëve që jetojnë në Durrës. Në fakt do doja të bazohesha më shumë tek periudha që kam jetuar në Tiranë edhe e kam njohur disi mënyrën edhe se si funksionojnë qytetet urbane. Durrësi, po ashtu si Tirana, Elbasani, Shkodra apo shumë qytete tjera të mëdha, kanë mungesë të madhe të infrastrukturës dhe të organizimit të çështjeve të brendshme dhe të mënyrës se si funksionojnë. Unë në fakt do i drejtohesha gjithë atyre antarëve apo gjithë ata që na ndjekin nga diaspora, që le të marrin vetëm një shembull, të shohin mënyrën se si funksionojnë shtetet ku ata jetojnë. Realisht janë vende vetëm një nivel më lartë se ne dhe funksionojnë vende kufitare me ne dhe funksionojnë akoma dhe më mirë se ne. Ne i kemi të gjitha mundësitë për të krijuar infrastrukturën dhe mundësitë e nevojshme për të krijuar si qoftë një industri të mirë apo qoftë edhe një vend të mirë turistik. Durrësi është një vend vërtet i vizitueshëm, sidomos gjatë sezonit verës, dhe janë me qindra e mira turist që vinë çdo vit në Durrës. Dhe kjo duhet jetë fytyra jon se ne paraqesim tek të huajt. Në fakt, ky duhet jetë edhe vizioni i lëvizjes bashk, një program i qartë se si mund t'i zhvilloj qytete si Durrësi apo qytete tjera turistike, duke u bazuar tek pjesa e turizmit. Një infrastrukturë e mirë, një mirëmbajtje e gjithë zonës plazhit dhe krijimi i vendeve të punës, sidomos për ata që jetojnë dhe punojnë aty. Doja të flisja pak në fakt edhe për punëtorët sezonal, duke qenë se edhe vetë kam punuar kamarier për një kohë shumë gjatë, edhe doja të flisja pak edhe për punëtorët sezonal që punojnë në qytetin e Durrësit. Janë me qindra ata që punojnë në sezon në kushte vërtet skandaloze, me orë të zgjatura dhe të papaguara. Në fakt, ky do ishte një nga fillimet më të mira ku lëvizja bashk do i detyronte të gjithë pronarët me përfaqësinë e vet që t'i paguanin mirë punëtorët dhe të mos abuzonin në kushtet e tyre. Punëtorë sezonal, ne kemi cekur edhe në një podcast tjetër me një nga kandidatët tjerë. Është vërtet problem shumë i madh, karakteristik sigurisht e gjithë qyteteve ku ka turizëm, pra ku ka sezone vërtet intensive të turizmit. Durrësi sigurisht është një nga qytetet, besoj unë, me numrin më të madh turistëve dhe aty sigurisht vren problemet më të mëdha. Ne do të jemi dhe kemi qenë gjithmonë për organizimin e punëtorëve dhe do të inkurajojmë edhe punëtorët e industrisë, edhe të sektorit të turizmit që të organizohen, sepse pa organizim nuk ka drejta. Pronari nuk ka, domethënë, interes që të njohë të drejtat, nuk ka interes që të paguajë më shumë. Kështu funksionon praktikisht kudo në çdo vend kapitalist, është një luftë mes punës dhe kapitalit, pra mes punëtorit dhe le të themi pronarit, në kuptimin që të dyja palët duan të marrin më shumë.
Dhe sigurisht nëse jemi në një gjendje ku punëtorët nuk organizohen, do të kemi më pak drejta në punë, do të kemi diskriminim, do të kemi keq pagim e gjitha me radhë. Në programin e Lëvizjes Bashkë do t'ju kushtojmë një rëndësi shumë të madhe punëtorëve të të gjitha sektorëve, por edhe ngritjes së sindikatave dhe bashkimeve të punëtorëve. Unë të falenderoj shumë që u bashkove në këndin e diasporës. Shpresoj që modeli që ti sjell dhe ajo që ti je të bëhet frymëzim për gjithë të rinj kudo që jetojnë, që të japin kontribut në zhvillimin e Shqipërisë dhe në progresin e Shqipërisë në të ardhmen. Faleminderit edhe një herë Mali dhe besoj të kemi rastin të flasim edhe më shumë. Faleminderit Alban, dhe vetmja mënyrë se si ne mund ta bëjmë Shqipërinë është të jemi bashkë, të organizuar dhe të vendosur për atë çka duam.